Çani. Gati? Gol, Sofi, gol! Gol, Sofi! Jo, mos. Që do ishte? Do ishte, unë jam e Zvicër. E Ledio, unë të kam thënë që jam Zviceran me origjinë. Duket dhe kryqin qaf. Kush duket? Duket dhe kryqin qaf, kryqin Zviceran. Në qaf? Po, në qaf, jo në gush. Kryqin e kam më poshtë, Ledio, se kam në qaf. E Ledio, ku është -6 metra se parashikoj të mere, sot? Ja, do vi pas pak. E Ledio, ma futë një dhe strizat, në nevri strizat, se nuk mund e bo shumë deshjen, ma futë e pak. Çani. Ma Ledio. Fillojmë. Urdhë? Fillojmë. Mos gol, Ledio! Është nga porta Zvicër, se? Unë me Zvicër jam. Ej, Ledio! Po. Sofia, mi gati? Si? Si? Ok, Ledio, we are ready. Sapo keni mbritur në emisionin tim të 397 Zonë Lirë. Kjo emision ka hyrë bashkë me Miktar nga Mecës Jakujat në të një pjesë të parë live. Kjo emision pra Zonë Lirë ka hyrë në vitin e tij të 11, unë quhem Arjan Çani, fare thjesht. Ajo vajza atje quhet Sofi, PHIE,
S-O-P-H-I-E, Sofi. Vishet me AMC edhe është bjonde. A kjo bjondja. A i djarja atje lartë që po meret me mroklat, quhet DJ Cherry, miku imi vjetër. Njeriu që më gëzon çdo fundjavë. Me muzikën time. Her pas here ishte detyruar të bëjë muzikë për ju. Se jeni shumë që doni o Manameno. Unë jo, a i luan dhe për mua DJ Cherry, e se më ka gjangë. Ky publiku këtu është publiku ishte në studio. Me ne sonte në studio. Është gjithashtu dhe Golden Eagle. Eroti. Ledio do klasin -16 në ekran. Golden Eagle normal. Pia ju energjike e preferuar. Por nëse zdoni, mund të përdorni relax. Është lëng frutash nga Frutex. Sponsor që ka mbi 2 vjet që na ndjek. Ha pas hapi. Nuk na lëre hatej. Gjithandej. Sot ka dhe i spot të ri. Golden Eagle. Ledio e ka gati më duket. Ledio na duhet spot i ri Golden Eagle, mos harron. Pa më informuar nga kompania. Spot i ri Golden Eagle dhe sport i ri i kortët fjelit. Ej, shikoni best of-in. Më e mira javën parë. Për të gjithë ju që kishin qenë me pushime. Shikoni çka ndodhi. Me ne sonde në studio, Nora Muqaj, Enata Hoxha dhe Gert Vaso, John Blondel, Neritan Liçaj, Indrit Çobani, Flora Galliu, Eriona Kakeli, Lisen Bashurti, Belinda Bardhi, Irsida Rusi, Rezarda Ligaj dhe Lutjan Mukan, Lulieta Mingjozi, Xenofon Krisafi, Aleksandr Dhima, Romeo Gurakuqi, Odeta Barbullushi, Hemion Brau, Arian Çuri dhe Eniel Nika, Fidel Ylli, Stella Matoshi, së bashku me 15 modele nga gjithë bota. Të lutem, Ledio, ky program, që është një program i detajuar, me kosto financiare, i bërë me shpirt nga njerëz të sportit, ky do t'implementohet me çdo kusht. Nuk jam ushtari Ramës Çani. As ushtari as kërkujt në këtë botë. Kam hyrë t'jap kontribut. Ja lë Ramës sot mandatin, po t'i duhem dhe mos i duhem mos i Këtë thoshe në intervjist, ja këtë Po thoshe. më po t'ja lë sot, ja jep me firmë sot, e deklaroj po qese si duhem. Unë e doja sportin t'ishte në vete. Por Fidel, të gjithë të doni ministër, Po, e Fidel. ditje. Dhe Berisha, kur e takova i ditë, ballaj çan tha, meriton Fideli, tha. Dhe së vuri shoku joti vjetër, e drama, Fidel. Nuk është e Po thënë. t'isha unë, pa pikë modestie po t'a them, do t'ishte më mirë, se e doja këtë bu. A do dërzonte mandatin shoku i piktorit pra ju, nëse drejtoresha e re e tatimeve, Briseida Shehaj, e cila deri pak ditë më parë punonte në bankë, si arktare më duket, nuk arrin t'i mbledh një ditë të ardhurat nga biznesi. E para punës njërë, që Briseida Shehaj është një yll bote, Kush tha që i ke se që- qef t'a shikosh njërë. Kush tha mo? E më në fund një super drejtoresh tatimesh, e një big up, ej. Dhe Elisa Spiropali, Edhe se Elisa, shiko, Elisa ndryshe nga Briseida, po, nuk ka shumë sex appeal. të dyja të mira janë. Blondel, a ndëroni shpesh me sy hapur? Always. Gjithmonë. A besoni se nga ëndrat e bukura si vlen të zgjohesh më? Vallai, çdo ishte keq. Zë ishte keq. Flor, kush flet me vete? Gjithë flasin Vasiani. Gjithë grupi aktorë. Një modele e agjensisë tënde S&M. A duhet besoj tek iluzionisti njeriu i mirë Sami Matoshi? Pse jo? Pse jo? A duhet jetë Trobojana e smuna jote? Po? A duhet i thot vetes kujdes celulitin? Po. Po. A mund të jetë imazhi një kompanie që importon banane? Pse jo, nëse bë sponsor? Sigurisht. Shtyhet nga Tobi Enada për vizitën e Tony Blairit në Shqipëri. Nuk i intereson as kujt. Shtyhet nga Tobi për pasuesin e Zhani Cikos. Do ta heqin Zhanin apo jo, televizin? As me këtë se dim. Jo, Shpresojmë që... shpresojmë që maestro Ciko të qëndroj sepse është vërtet një figurë që ja vlen të qëndrojnë teatr. Dakor. Kush zihet më tepër me nënën, Arta apo Nora? Nora. Kush vishet pa pikëshia, Arta apo Nora? Asnjëra. Kush josh më lehtë meshkujt, Arta apo Nora? Nora. Nora. Kush mendon se puthja e parë skenike i duhet dhënë me çdo kusht çim xhepës, Arta apo Nora? Asnjëra. Kush beson se Kiçe Londo si përshtatet ende parulla kujdes kafshon? Edhe Arta dhe Nora.
Ftojnë studio Joni Peçën dhe 2 supermodel. I tried carrying the weight of the world, but I only have 2 hands. Sofi, mbylli pak, dua të kitet falso, mbylli pak. Ledio? O Ledio? Po, Çani. Si ke emrin kjo vajza Joni? O Joni? Fiona. Po ti si ke? Emiliano. Sa gjatë është Fiona? Të marrin vetë me moda, po? Është me taka. Ishi njerë taka të më, ishi njerë të shofja. Ti heq. Ishi vërtet, ishi zbathës të këtë bukur. Të ta them 1.83. Pa taka. Je 1 centimetër me shkurtër se unë atë. Dhe verifikojmë të t'i heqësh. Po takat janë 15 Të lutem i që taka tani Fiona. Joni, jepi urdhë të heqit takat. I që zesh duke, dhe këtë studio duke shumë bukur zbathur. Okej, po i heq. I që të lutem. Po ti ke taka. Unë s'kam qa me isha, si gjo. Po ti sa je? 1.96. 1.96, dhe me këtë nuk matem Ledio. Unë jam 1.84, Fiona thotë jam 1.83, ishi 2 o zemën, ishi të matem pak aman. Që erdi kjo ditë. Erdi. Ti je 3 cm më i shkurtër se Piktori. Kush është Piktori? E drama, kryeministri. Tani këto këpucët, Fiona, se me Joni Peçi është fashionist, dhe i lësh këtu, do ulesh këtu, ulu Joni. Ulu këtu në kratë Joni zemër. Për një të matem pak, Ledio! Shive pak me Fionën, ja fut 1 centimetër Fionës e i. Bravo Fiona, ullu zemër. Ka i desha që isha 1 centimetër më i gjatë se ty. Tani rije qetë. Me ty vlajnë s'kam pun fare, falemderit, bërë mi që me erdhe, hajde ullu këtu, 1.96. Dua të rogiti Joni Peçi me 2 supermodel. Joni Peçi, mik i vjetër i këtij emisioni, me ty, me Fionën dhe me Emilianon, unë do flas pas pak. Sepse ju jeni të sonte për të na kujtuar se para një jave është bërë një event transmetuar në TVSH që quhet Para një jave kam haruar Supermodel of Albania, që është një spektakël që organizohet për të disa invit. Do flasim pas pak. Do shohim edhe një video. Sigurisht. Dhe këta 2 bukuroshin që janë në studio, kjo goca dhe ky çuni, Fiona dhe Emiliano, nuk janë gjë tjetër veç se 2 fituesit, pra 2 çmimet e para. Nga 800 persona që kanë marrë pjesë Nga 800 persona. Që kanë konkuruar gjatë 8 javë me radhë. Bravo. Publiku është tu për të votuar, votoni të zonë e lirë në Facebook të faqja zyrtare, Ledio dërgoj pas pak. Përkoj që Joni, Fiona dhe Emiliano do pinë nga një Golden Eagle erotik, me siguri. Me kënaqësi. Unë do aftoj në studio i personazhi i cili ka pak kohë që më ka munguar, ka qenë i zënë në fakt, jo pushimet e këto budalliqet. Tani ka filluar një punë të re në shtet. Në fakt pritet fillon dhe një punë të re në shtet ai, se ka eksperiencë, ka shumë përvojë. Ftoj në studio pa humbur kohë Artan Lamen. Artan Lami, mi mbroma, kënaqësi që më riktheve në studio kësaj radhe. Artan, ti nuk jetë e unë as për të folur për për së thuash hobet e tua dhe pasionet e tua të mëdha, që kemi folur e pasere, as për të folur për ambientin, as për të folur për ku diun se çfarë për monumentet, po jemi për të folur sonte Artan në fakt për punën tënde të re, që në fakt quhet Aluizni. Aluizni Artan nuk është gjë tjetër për gjithë ata që nuk e dinë. Është agjencia e legalizimit dhe urbanizimit, integrimit të zonave ndërtimeve informale. Pra me pak fjalë, gjithë ju që keni bërë shtëpi pa leje, Artan Lami ashtu, ose do ja u legalizoj, ose s'do ja u legalizoj. Ju kujtohet besoj kryeministri aktual i Shqipërisë, i quhet e drama, Shkurt Piktori, gjatë fushatës taj që këtë proces do e bëjmë falas ta. A ti gjithë çuditën, tharë, me vete si ka mundësi? Artani ishte sonte dhe na thot, e dirama e ka fut kota, po da mbaj vërtet premtimin. Por pas të flasim për këtë Artan Lame,
ky është momenti që unë të pyes në fakti të them, ç'është kjo histori akuzash që ka plasur në Rilindjen Demokratike, në këtë gazetë të Partisë Demokratike të Opozitës, rreth një shtesë kati, sipas cilës ju Artan Lame keni legalizuar një shtesë kati për veten tuaj. Në fakt histori pak e ngatruar sepse ata thonë në gazetë që në fakt ajo shtëpi nuk është në emrin tuaj, ajo shtesë kati, më duket se Ledio e ka, sepse ka marrë nga gazetat, ajo shtesë kati në fakt thonë që nuk është shtëpia, se thua shtëpia me emrin tuaj, është shtëpi që ju e keni vënë emër dikujt tjetër, që mos jeni të gjurmë. Më thoni Artan, ja kjo është po shohim në ekran, ç'është kjo histori, për kë ke fjalën, për të pjesën e verdhë Artan apo pjesën e lartë? Jo, në fakt, mirëmbrëma njërë. Mirëmbrëma Artan. Se s'mleja se të mirëmbrëma. Po ç'si ka ato që Jo, kam qenë se të mirëmbrëma, pastaj ti. Mirëmbrëma Artan. Atëherë. Ka e para? Ata mirëmbrëma. Atëherë, mirë se të gjej në këtë studio se është hera e parë të vi këtu. Jo, s'është vërtet. Atëherë, unë ke kjo këtu, është hera e parë. A ke qenë në vizioni për të fundit? Mendo sa kohë kemi. Ke 2 vjet pa ardhur. Çuditshrueshme të pa me sy. Si ka mundësi që më zhdukur se kanë kaluar vetëm 24 orë? Nuk e di, ka pas sa kohë që dhe ne kemi pas kontradikta. Është gjë e mirë që her pas here të kesh. Po. Asnjëherë. Ti them në një vend jashtë që ore është gjë e mirë. Unë kam qenë gjithmonë një fan si jot për gjërat që ti bën. Absolutisht, edhe për gjërat e mia, por kjo do të thotë që ne s'kemi kontradikta. Pafund. Po tani në ekran s'kem se ti themi apo jo? Pikërisht, prandaj thash një moment tjetër njerëzit s'kam se të dëgjojnë sherret tona. Tani, shkurt muhabeti, pa pritur një ditë mësova që pas kam një shtëpi 300 metra katror, madje që bano kam. Jo, ti gabove, sepse shkrimet, sepse janë 1, 2, 3 që kam nxjerrë unë, nuk thonë që kam një shtesë atje, me një emër tjetër, thonë që banoj atje. Pra, akoma më rënd, do të them. Që banoni atje? Po, që banoj atje, thonë. Pra, unë banoj në atë që... Unë në fakt e di që nuk banoni atje. Për te i kësaj, bëhet fjalë për një pallat, se natyrisht u bëra kurioz. Ka mundësi të flas unë dhe bëjmë bashkë bisedë? Bëhet fjalë për një pallat 9 katësh, diku ke zona e cirkut, që është ndërtuar mbi palestrën e një shkolle të Tiranës, mbi të cilën keni bërë sipas RD-s, Rilindjes Demokratike, një shtesë prej 300 metra katror. Shtesa është në katin e 10 të pallatit, që është ndërtuar në oborrin e gjimnazit Sinan Tafaj. Po, vetë Sinan Tafaj. Ky Sinani kush ka qenë se nuk e njoh? Patrioti i vjetër Tiranës. Ajo është ndërtuar në prag të zgjedhjeve lokale vitit 2011, thot gazeta opozitare, ku Rama, alias Piktori, kryeministri aktual, ishte ende në krye të Bashkisë Tiranës. Pra në një familje keni përfituar nga e drama këtë gjë. Absolutisht. Sipas RD-s. Atëherë, po. Lame është kujdesur shkruan RD-ja. Unë do jap info për njerëzit. Lame është kujdesur shkruan RD-ja, që emri i tij të mos dalë publikisht në këtë shtesë, duke vënë emrin e një personi tjetër në dokumente për legalizim. Këtë e them për të thënë që jam korrekt me ato që citoj. Sipas artikullit në fjalë, ju Artan Lame sipas RD-s keni falsifikuar dokumentet e legalizimit. Shtesa është bërë në vitin 2011. Në dokumentat që disponon Aluizni, ku tani ju jeni drejtor, Artan, shumë e çuditshme kjo koincidencë, është shënuar vitin 2006 me qëllim për të përfituar nga ligji. Një detaj tjetër nga artikulli që duhet thënë Artan Lame, për të qenë sa më luajal dhe sa më korrekt me ata që na shohin, përveç atyre që shohin ndeshjen, sigurisht, është që në këtë procedurë legalizimi është bërë me urdhër përfshirjeje, se se kuptoj mirun. Kjo ka bërë që shtesa të mos përfshihet në database-in, pra në regjistrin e të dhënave të legalizimeve. Ka që historia. E të mërshme. Tani, Artan unë dua para se ti të sqarosh pozicionin tënde të vërtetën tënde. Ja, të tregoj publikut. Mundemi? Ledio pa tjetër. Unë do kisha realisht shumë dëshirë, pak më lartë që të duket jo aq se ç'është më lart. Ç'është më lart te niveli fytyrës së ta kapi po. Atje. Është prej kopertinën e asaj me ngjyra me tëra i gjë pa besueshme. Lame shtesë 300 metra katror në pallatin mbi shkollë. Nuk e kisha pas asnjëherë fatin dilja ke RD-ja në faqet parë me gërma të mëdha. Ma dhan këtë fat. Fjalë pa parë. Po absolutisht. Tani, shkurt muhabeti, ti je i krishter, çani? Në fakt unë jam i pa fe, po tentoj të jem më shumë ortodoks. Jo, i krishter, një minutë, i krishter se familja. Pra është trashëgimia familjare. Më shumë ortodoks, po babain e kam bektashi ndërkohë, jam i trazuar. Okej, që nga i trazuar si unë, se dhe unë jam bektashi. Unë jam mix to mix. E pra, po të them që në qofë se ka një zot që nga dëgjon atje lartë, në atë zonë atje ku flasin këta, dhe në shumë zonë atjerë, po këtë zonë këtu njërë, unë mund të kem mbi 15 vjetë që nuk kam shkelur. Po ka qenë shtëpia jote dikur? Absolutisht, asnjë lidhje. Ore qofte edhe një shok, ta them kam një shok atje që ka një shtëpi dhe kam kaluar një herë dhe më kanë parë një herë atje. Atje afër cirkut. Po. Ore mund mendoj që ka një shok atje, mund të kesh shok ndërtues, tano hajta më shihni si këtë pallatin, vajta e pash, më pa dikush atje dhe hapën llafi që është pallati Lames. Kush banon atje? As kaq nuk e kam fare iden. Fare. Si më kanë shtëpi? Nuk kam që kur, është e pa besueshme janë.
3 artikuj nga një faqe, dhe unë këtu nuk kam ardhur thjesht justifikohem për këtë, diskutuam bashkë është edhe ti e gazetar, ke qenë dhe je njeri i medias. Edhe unë në një farë mënyrë kam qenë njeri i medias, mund ta quaj veten dhe gazetar, opinionist. Aktualisht drejtori i Aluiznit. Ashtu dhe. Tani, e rëndësishme është po minimalja. Ore ky gazetari që ka shkruar këtë, nuk mund të merrte, është minimalja e etikës gazetareske. O tan lame, kështu na ka ardhur informacion, ke gjë për të thënë? Unë mund të thoja po, t'ja u shpjegoja, ose mund të thoja i qeroni. Ata të shkruanin. Artan Lame e kontaktuam, na tha i qeroni. Por, si mund të shkruen 3 artikuj me detaje nga më të pabesueshmet për një gjë që po them, nëse ka një zot lart që na dëgjon, nuk kam qenë 15 vjet e fundit se nuk mund të ketë më shumë, po që nuk kaloj fare në atë zonë. S'ke qenë asë të cirk? Asë Fare. të cirk, 15 vjet. Para 30 vjetësh e mund të kem qenë cirk. Ti kalamaj të kjetë vegjël si ka mundësi të Jo, nuk kam qenë. Ja. Po nuk e kam bërë këtë gabim, që si kam quar. Tani mund të ma imagjinosh ti? Unë të kërkova ty sot që ti ishte edhe gazetari këtu. Nuk erdi. Nuk erdi? E kërkova. Atëherë unë për qenë luajal dhe korekt me ata i na shofin, unë interesova... Pra ti e bërë gazetari. Pra e kërkova atë që, vllai dashur, do thras këtë. Pse qa pres që unë të bëj opozitari me ty, unë s'ta bëj dot. Unë thash më duhet një përfaqësues nga Partia Demokratike, ose një përfaqësues nga opozita, që të shpjegoj të vërtetën e tij. Unë doja sot përballë të vërtetën e tij me të vërtetën tënde. Me sa duket për arsye teknike, ata nuk patën mundësi të më sillnin njëri. Me dhe kjo s'do thotë që unë të neglizhoja, unë isha kurios të dija. Por Artan Lame nuk u bëre kurios, pyetja ime është e thjeshtë. Nuk bëre kurios marrësh vesh kush jeton në atë apartament. Po do nge kjo punë tani, se unë duhet të ngrihem, si ta marrësh? Realisht nuk do ta. Do nge më, duhet shkosh atje. Le të shkoja unë atje, edhe atë të bëja unë pastaj. Jo, mos shkoj ti. Shkoja ti interesosh, kush e ka shtëpinë këtu? Mos shkoj ti. Erdhi, e kapëm do thonë. Erdhi. Të çojë një shok, të çojë shoferi. Dhe thotë, është e pabesueshme, thotë që banon këtu. Njerëzit që e shohin thotë që del dhe hyn çdo mëngjes. Është një gjë e paimagjinshme. Unë mos kam dashur ti atje edhe në zgjidhje. Jo, e kam seriozisht. Realisht është për dyshuar më. O jo, do jetë, shiko, ka një teori. S'mund të jetë një shpikje totale. Është e paimagjinshme. Këtë po them, mund më kishim parë, po të kisha një shok ndërtues atje dhe vajta dhe më parë një herë që hyra dhe Ore dio, pa tregova edhe një herë të foto, ç'është kjo foto që ka shpikur ta? Dëgjoj, çani. Ka një më dëgjoj të lutem. Një sekondë, ç'është ky pallati i verdhë, kush ka lyer, kush ka lyer? Dramë e madhe. Si dramë, e drama. Edhe mos haro një gjë, atje banojnë njerëz, të cilët pa pritur lexojnë gazetë që banokan shtëpi me Artan Lamen. Po të cila shtesë, unë se kuptoj Lame, se janë 4 balkone, Lame, të lutem. 300 metra u bërë, 300 metra është e gjithë ajo. Po qa, është duplex ai? O qani. Po kush ki palla, o Sofi, di këtë pallatin e di, o Sofi. A mund bëjmë pak filozofi? Më jep, filozofi jo. Ka një, jo. Ishte stati filozofi. Frit më buri dhe o tani, ka një... Ati ku është Aristoteli, të na vinë ndim Aristoteli. Ka një besim indian, sipas të cilit të gjithë njerëzit ekzistojnë double në botë. Pra çdo njeri ka një identik të vetin diku në glob. Unë e kam gjetur. Dhe, e ke gjetur? Jo se ka identikun e ti nga pikpamja e zemrës. Identikun e ti nga pikpamja e fytyrës. Pra, është një çantë tjetër, diku në përbot që është shëtit. Unë e di e njoh. Mund të ndodhi që e shef, mund të ndodhi që nuk e gjen një. Ka shumë gjas tjetë atje ky, Tan Lamja, ky tjetri, identiku im, sepse nuk ka mundësi që një njeri të flej natën dhe të shkruaj gjithë o marrina. Po pse e bën thua atje? Bën nga që e morën vesh do bësh drejtori Aluiznit. Nuk e di më burr, jo më shkruar që në gusht kanë filluar me këtë histori. Mund të ketë shkruar dikush dhe një letër, ka bërë njëri një letër atje në gazetë. Po prandaj është gazetari më, për këtë ekziston. O ta marrë të lul bashkë në telefon. Po merre dhe pyete, po merre dhe pyete. Digjë këtë thua? Se di tani, jo, më duket se stanis përgjigjes është ndeshje në stadium. A, ka dhe ndeshje? Tani është ndeshje Shqipëri-Zvicër pra. E Ledio Sajan, hape një, Ledio! Bëj një zaping të shofin sa është ndeshja. Është pushimi pjesës parë, çani 0-0. Pushimi, tani na shofin të gjithë atëre. Ledio na thua kur filloi të lutem. Të marr një lulin. Lul Bashën që është kryetari Partisë Demokratike dhe njëkohësisht kryetari i Bashkisë Tiranës. Qose më përgjigjet se aty ka zhurmë stadium tani. Sa janë 0-0 janë Ledio? Po çani 0-0. Se unë sot nuk hoqja as mjekrën se thash vete mbase e shansi të fitojmë ne. E gira kështu si, nga që nuk jam tifoz, po thash vete ta mbaj mjekrën thash Joni. Që kujt dihet mund të jetë shans, unë zakonisht heq mjekrën gjithmonë para emisionit, ruhem. Po sot thash ta mbaj njerëz kujt dihet mund të futem ne me Zvicër. Qefi mbet fitojnë ata se ka ca shqiptarë që futbollistë ndejnë shumë ata. Shqiptarë që janë me zek. E parasysh kush janë? Se që janë sa Shaqiri, ca Lame është më i madh nga që mësua në media e shkretit dhe lexon gazetat tani sa të mbaroj punën. Po jo më se çuditë më, kemi njerëz shtëpi, kemi prindër që thonë po pritur, çfarë bëhet, ç'është kjo histori? Mirë njëra kaloi, po e dyta, po e treta.
Këtë të banë nga PD-ja, vetëm të lurin Po qatë bëjmë, duhet të marrësh zotë e punës tani. Ta që i shkruajnë këtë gjë. Po Berisha di gjë? Berisha nuk e di. Nuk e di. Marrë doktorin? Mos për shef edhe ai ndeshin. Tjetë stadium doktori, ja nuk marrë mendja. Tani njëre, kam numrin e doktorit tonë apo jo? Se kam fshirë që kusht është më e di unë atë. Do ta ketë ai do thoj. Nuk e ka, do ta ketë. A marrë më ta marrë doktorin, se dia do në flasi për të punë apo jo? Se s'm solli njëri për atë më janë, sa i natë më vjen i thash atij Po merr atë rëdës, më merr këtë kryeredaktor. Po se kam numrin atij më, nuk e kam. Po çfarë thën mua e gjeni ma e rind kuqe ka ky gazetari. Po i thashë të lesit më, i thashë të lesit. Bas sa i natë më Berisha ka të zënë. Po flet. Ma ose ka të zënë. Tano dëgjoj pa kjo punë, do ta lëm, do ta bëjmë debate tjetër. Dëgjoj, unë t'ja fjalën për gjë, unë të hënën do iki te ky pollati do i bie derza taksirat. Nuk e bezi. Po. Vetë një vet për çfarë? Mos të del tani në një tanlame tjetër. Po do, po të jetë brillante, po të jetë brillante. Absolutisht, më gjetë identikun tim në jetë. E kam seriozisht. Po. Se cili nga ne e kërkon, ti e ke gjetur. E qa misteri. Berisha është duke kërkuar. Ky pallat për gjithë ju që doni ta dini se unë vdes të krijoj fabulatilla kur ato kanë një bazë vërtet. Ky pallat për gjithë ju që doni ta dini dhe jeni kurioz, unë dua t'ju kujtoj se ndodhet, pallati për cilin akuzohet Tan Lami, që është drejtori i Luiznit, që gjasme ka bërë 300 metra shtesë kati atje. Ndodhet, metra pra thash, 300 metra katror, po. 300 kilometra dhe... Jo kilometra, jo, 300 metra thash. Qa thash? E rëndove që i dorën, po hajë. Kilometra thash. Unë s'para dhe pja alkohol. Të dëgjojnë ty dhe do e shkruaj nesër. 300 metra katror më falë. Po qishtë kjo kilometra, po? Lapsus koshient. Nga trojën kënde drejt. Lapsus koshient. Nërja, palat në të kuj shikon lani, palat në të katësh, ndërtua mbi palesër e një shkollë të Tiranës. Shkolla quhet Sinan Tafaj. Është ndërtuar ky pallat. Është ndërtuar pallati apo shtesa? Kjo kuptohet mirë. Nuk e di më bë, nuk e pyet gazetarët. Në prag të zgjedhjeve lokale 2011, pra para 2 vjetësh, kur Rama ishte akoma në krye të Bashkisë Tiranës. Nëse lame ne këtë punë nuk e zgjidhim dot, unë tentoj t'ju besoj se më betuat për Zotin, thatë për atë Zot që është në qiell. Unë po të flas si gazetar, një gazetari tjetër, në funksion të gazetarisë. Në qoftë se keni luajtur mend vërtet që të betoni për Zotin dhe të gënjeni, Zoti mund t'ju dënojë. Ai shënon gjithë ai lart. I shënon dhe këto marrina, jo? Një ditë edhe ky do i shkoj, do i thoj Zoti, pastaj hajde këtu ti tisha edhe i shkruaj ato gënjeshtra. Çështja vazhdon atë, çështja vazhdon, dakor. Megjithëra fjala tan para se të flisi pak para Luizin, më thuhet lutem se e di që ti ke punë dhe unë nuk të mbaj shumë. Ç'është kjo historia e trafikimit të veprave të artit që u plasin në media gjithandej? Bëhet fjalë për një ju sigurisht njiheni nga gjithë dynja tani si një aktivist për ruajtjen e trashëgimisë kulturore. Bëhet fjalë ndërkohë në media për trafikim të 1077 veprave të artit të sekuestruara të mërkurë nga policia e Tiranës, ndër objekte sekuestruara thuhet në lajmet që kanë dalë gjithandej, sipas policisë, janë evidentuar deri tani 223 ikona, kujdes, me 6 ikonostase dhe 4 piktura murale, të cilat dyshohet se janë të vjedhura në kishën e Voskopojës, pra në Korç, dhe në Maqedoni. Thuhet gjithashtu se janë gjithashtu mbi 520 piktura bronzi, të cilat i përkasin periudhës mesjetës, si dhe 322 objekte ndryshme të njëjtës periudhë. E ke marrë nga policia këto dënë? Janë nga policia të gjitha. Të gjitha objektet janë gjendur nga policia të ruajtura në 4 banesa në kryeqytet. Policia ka arrestuar deri tani 2 persona, Arben Spaun dhe Gjergji Thimon, se kush janë këta e cemën e vesh, ndërsa aksioni vazhdon ende dhe pritet që rrethit arrestuarve të zgjerohet. Në dukje një aksion për të vlerësuar, por a besoni ju, Artan Lame, si drejtori i Luizit që jeni, se kemi të bëjmë me një rrjet trafikantësh. Artan Lame si drejtori i Luizit, Artan Lame si veprimtari i trashëgimisë mund ta thuash. Po ke shumë drejt. Besoni se kemi të vërtet të bëjmë me një rrjet trafikantësh të veprave të artit, apo është thjesht një show mediatik që bën Rama? Ma thoni seriozisht. Si e bëri me 1000 objekte? Ku i gjeti 1000 objekte? Po prit pra, sepse Gjergj Thimo i ka publikuar në media këto vepra të artit, që para vitit 2011 ai e thot madje grumbullojnë një sër firmash për të hapur një muze privat të ikonave. Atë ç'është kjo histori? Nëse kjo është histori koti, është histori koti. Po, jo, sipas numrat unë si kisha lexuar, tani realisht më impresionuan dhe mua. Bëhet fjalë për një rrjet. Gjergji Thimio, unë nuk dua të flas përpara se të flasin organet kompetente. Në këtë rrjet kam përshtypjen që duhet të jetë diçka
vetëm Gjergji vetën, në raport me Unë se tjerë. njën fare kush është? Jo, unë e njofë sepse kam... Po ku ka punu Gjergji? Unë e njofë paka shumë të gjithë ata që merren me koleksionistë, të gjithë ata që merren Sepse di e ke hobi vetë. Jo, mua objektet fetare nuk më kanë tërhequr asnjëherë, i konsideroj si një gjë të shenjtë, punë Zotit dhe nuk përzihem asnjëherë me to. Krishterë apo muslimane qofshin, madje sa herë më kanë sjellë kështu gjërash, madje u thash edhe në një diskutim dje që më sollën para ca muajsh, para një muaj, një kamban të vjedhur këtej nga veriu me fotografi dhe i thash, shiko, nuk jam merr njeri këtë kambanën, çojini ke kisha që keni vjedhur, po i morët në një lek priftit mirë, për ndryshe është gjunaf nga Zoti. Pra, do të them që... Është një detaj tjetër shumë i çuditshëm. Si? Është një detaj tjetër shumë i çuditshëm që ti mund të më hedhësh dritë sot. Si apostinuar që je. Si ka mundësi që policia e Tiranës zbuloi të mërkurën bazën e trafikimit veprave të artit në rrugën Don Bosco, kur në atë shtëpi janë realizuar intervista në të përditshme shqiptare dhe një sër kronika televizive prej kaq kohësh. Shiko, këtë do doja të bëja dallim. Gjergji është një rast më vete, por se deri ku e si e qyshu nuk di ta them. Pra Gjergji ka vite që merret me këtë punë. Pra ti amniston sot? Nuk po amnistoj Gjergjin. Unë po them që Gjergji ka vite që merret. Deri në çfarë limitesh është e lishme dhe deri në çfarë limitesh është e pa lishme pjesa e tij, unë nuk mund ta them, sepse nuk e njoh. Nuk mund të them unë tani objekt për objekt, objektet e Gjergjit. Por nëse ai del për një moment, unë uroj ai dali pa fajshëm. Më kupto, pra unë atë do uroja që ti deli fajshëm Artan. Do uroja ti ishte i pa. Ti vetë do ndjesh përgjegjësi. Jo pra, po pra, dhe unë këtë po them që Gjergji si rast është disi më ndryshe. Sepse është i publikuar kohë pas kohë, u e mbaj mend prej shumë vjetësh që është folur në televizor e kështu me radhë. Se sa koleksioni ti është i lishëm, le ta thoj prokuroria. Pjesa tjetër e të tjerëve, pra të arrestuar, më duket pak e dyshim, sepse që tjenë të lishëm, sepse nuk ekzistojnë. Unë nuk di të ketë pasur në një tjetër si Gjergji që ka kërkuar licencim kohë pas kohë. Më kupton diferencën? Arta në kuptova shumë mirë. Sa mund të jetë vlera e këtyre ikonave? Dhe, ja, një minutë. Dhe, unë do të them vetëm një element, që nuk e dia ishte i Gjergjit, por nuk besoj të ishte i Gjergjit ai si objekt. Midis të atyre që u paraqiten aty dhe që unë i pash vetë me sytë e mi, pra nuk e kam të dëgjuar, sepse i pasha ditë tek Galeria Arteve, ishin 3 panele të mëdha, më ndiqin sekond, 1, 2, 3 panele të mëdha, po 3 fishi i këtyre, me afreska. Pra, suvaja e hequr nga muri. Nuk mund të thoj dikush që afreskën e Malagjyshi. Më kupton? Pra, afreskat, minimalisht afreskat, nuk besoj se ishin Gjergjit afreskat, po minimalisht afreskat janë objekti trafikuar. Ti e mban mend rastin e para disa muaj, që ne denoncuam fort të afreskave të Onufrit në Valesht e Elbasanit. Pra, kjo kategoria objektesh është haptasi e trafikuar. Po, 1-0, do më dhënë 0-1. Për kë? Zvicra. Ue, pick up, Love is the way of making you stay. Love is what I feel when I look at you. Love is the way, and this is the day. Would you run away and let me down? Love is the way of making you stay. Love is what... Super gol Zvicra, petan? Për fat ne jemi 2... Si offside, no? është offside apo jo? Nuk e shikoj. Goli është i rregullt. Goli është i rregullt, i prekur me dorë, po Albiri e ka liruar të rregullt, Shaqiri është gol. Shaqiri e bëri? Po. Njeri jonë me. Si gjithmonë shqiptarët ja fusin shqiptarët. Po tani është 1-0 apo ishte offside le tjo? 0-1, goli i rregullt është. E pra, do të thonë 1-0 për Zvicrën. Po. Po në tilla raste ne duhet të gëzohemi le tjo apo duhet të mërzitemi? Po e joni e bëri prapë s'ka. Do përgjigjen historike. Ata no. Ka 2000 vjet që shqiptarët ja fusin shqiptarëve dhe ka 2000 vjet që shqiptarët gëzohen kur shqiptarët ja fusin shqiptarëve. Bravo, pika për ta lame, bravo. Love is the way of making you stay. Love is what I feel when I look at you. Love is the way, and this is the day. Would you run? Po mua pse vjen keq për Zvicrën sot, do të fitoj Zvicra ai. Si më duket ai vend si i vogël gjinafçar mes maleve atje gjuna. Bie shi gjithkohon. Që nuk kanë më vend ku t'i vën paratë. S'kanë më vend ku të vën paratë, vetëm me banka të trishtuar, të kështu të luaruajnë paratë veta, vjen gjuna për ata njerëz, ndërsa ne kemi gjithë të diell. Dhe vinë marrin hak e neve pastaj. Mo prandaj do të fitoj Zvicra sot. Gjuna, ajo në gjuna Zvicra pse? Ne jemi kaq mirë, ne jemi me diell, ne jemi të lumtur. Ata janë të trishtuar, bie shi aty gjithkohon. Çani. Ata në fal. Atëre. Se harrova për një moment. Edhe një gjë, është shumë e rëndësishme kjo. Për te asaj që do ndodhi, ka një përgjegjësi të pa imagjinueshme
strukturat e shtetit shqiptar. Që, se që do ndodhi tani, gjitha i masiv atje, se policia ka 2-3 ditë që bën, në disa, janë gjithë disa pika, për nuk është, unë realisht urojt pak të në atë që e njof, ore, ky Sami Tahiri, që kemi paraqerë në televizor, gjithë dalin në rregull nga kjo histori. Sami Tahiri që është ministri i brendshëm do e ketë si bilans, si absolutisht po. Gjene parë në bilancën e vetë. Jo, të parën atë tretë nuk di ta them, por kjo është të paktën në atë pjesë të gjëra që mua më intereson, realisht jam ndjeri emocionuar. Nuk është show, nuk është show. Por unë po të tani ishin aty ato panelet me afreskat e shkulluar nga murit, i më thua show. Qa show, i kështë marrë Sajmiri, kështë vënë aty tani. Sajmiri jo, ba. Po kush? Po ku të gjohë po të arrit tani? Sajmiri, policëve shkoni natën merrni, po le tani. Dani, Otano, do bëjmë bisedë? Po t'jemi serios. Ti e njefte e dramën. Njefte dramën. E njofë dhe mirë, sepse... E njofë dhe mirë... Ti e di që është në gjithet bëjë drama? Natyrisht, mos harrojmë që ka 13 vjetë që doktori i thot hajdut ikonash. Ti mund të thosh tani që edhe të ngrem një, si që ngriti, rëdëja, si që ngriti këtë për mua, mund ngrejt dhe një që Edi Rama, afreskat dhe pikturat e vjedhura... E ka dhe ma afrë zanatit, është e piktura. Mund të thonë, dje shive kur do me basi, kur ta gjesht të doktor. E kam fjanën dy shove ti pak që si e pak gazetar. Mos e me të mirë qënë që ato janë të vjedhura tana, apo jo? Po qëfar mund t'jen tjetër? Këto afreskat e shkulluar nga muri. Mund t'jetë dhe një show. Afreskat e shkulluar nga muri, lutem. Arian, është një gjë e shenjtë për mua, dhe dua shfrytëzoj çdo minutë. Kaq naiv do të jemi sa të besojmë një herë. Do shfrytëzoj çdo minutë që më jepet për të thënë fjalën time në këtë çështje. Nëse unë po e bëj bisedë. Dhe unë prandaj të kërkoj ndihmën tënde me që më thua që jo thjesht më thua, po kaq herë kemi folur bashkë për këto gjëra. Çfarë do ndodhi tani? E gjitha i masiv atje, një pjesë e tyre është e paregjistruar në asnjë letër të këtij shteti. Vetë shteti që ka mbi 12 vjetë, që ka detyrimin të i regjistroj gjithë pasurit e veta, nuk i ka të regjistruara. Pra, që ka një qendër që paguhet për këtë punë. Dhe ajo qendër nuk e ka bërë detyrën, dhe tani do i kemi ato gjëra, dhe nuk do kemi mundësin, ose do kemi shumë vështirësi për të thënë ku janë vjedhur. Dhe ku janë marrë, po. Si ka mundësi ti e drejtori Aloizin, ndërkohë që duhet ishte drejtori i këtyre gjërave, pra të merresh me këtë, ky është pasioni jote vërtet. Atëherë dhe Aloizi, se po hidhemi tani deg më deg. Tani do bëjmë te Aloizi, s'do rim gjithkohë te ikona tani. Edhe ikonat kanë rëndësinë e tyre, ikonat e pjesë e Ma thuaj Zotit. këtë gjë se pyetja ime pastaj do jetë e thjeshtë. Cilën pjesë? Rama na ka gënjyer, piktori kur tha do bëjmë falas legalizimin apo jo? Kjo është pyetja ime. A do ketë fatura apo jo? Ti mendon që Edi Rama i hyri kësaj historie për të thënë një gënjeshtër? Unë di që në fushatër pasere thuhen gënjeshtra për fituar vota. Po, dhe ti mendon që i hyri një histori kaq të madhe thjesht për të thënë një gënjeshtër? Unë për momentin s'mendoj asgjë, prandaj të kam ftuar se dua ta di vlla. Ti tani hyrën në zyrë, ti e di sa e ke buxhetin, a do bëhet falas kjo gjë apo jo? Atëherë. Gjithë shqiptarët që kanë votuar dramën, që kanë shtëpi për legalizuar, e ka thënë publikisht, do na japin shtëpi falas, urgjent ja japim. Ta dëgjojmë pak. Atëherë, e ka thënë unë jam marrë me legalizimin, se duket shneti me sapo the shne me legalizimin, megjithëse në disa emisione është thënë disa herë që diku edhe me ironi për të më kundërvënë me të tjerë, që është ndër të radhë thonë që është në zanatën e vetë, sepse është marrë gjithë jetën me këtë punë. Dako, po jërë pasionin tënë. Pasion është pasion, se edhe Edi Rama, sa po thamë, pasionin i Edi Ramës është piktura, ndërsa puna e tij është kryeministri. Ka qenë piktura? Pasion? Dhe vazhdon ta ketë. Edhe në atë që bëm kryeministri, ai ishte prap pjesë e diskutimeve që bëheshin. Të duroj diçka nga kryeministria e re? Ka shit në gjithë kjo drama s'kam pyetur asnjëherë. Të duroj diçka nga kryeministria e re. Kjo stema që u bë kaq zhurmë, kujtohet sa zhurmë bëri? Ç'është ajo? Kto janë ndosjet e reja të kryeministrisë me stemën e re që u bë kaq zhurmë që po na afroj një Ledio, afroj, bëj një plan detaj. Jo atje tan, mos e lëviz. Afroj një të stema Ledio nëse mundesh. Tani ç'a kanë ndryshuar tan, mos e lëviz vetëm fol. U thanë kam një mikun tim italian. Mos e lëviz. Kam një mikun tim italian që thotë një batut shumë të bukur. Që? La madre dei scemi è sempre incinta. Mama e budallajt është gjithmonë me barë. Do të prodhon gjithmonë budallënj. Pra, kjo stema këtu është shqiponja më shqiponjë shqiptare se kjo zor të ketë, më simbol shqiptar se sa ka ajo sipër. Po kur ndryshimi pra, kur ndryshimi? Me kë? Po pse i jo me shanë e bënë, thanë... Po që ka për të rejtë këtu pra, më burë? Berisha kishte një simbol të vetin brenda kryeministrisë, Rama bëri simbolin e vetë. Berisha kishte krijuar një simbol, ky bëri të vetin. Se i kishte doktori, ma kujtoj që i thonë të to simbolet... Kishte një shqiponjë me kratë e ullur poshtë, me ngjyrë të verdhe, me histori. A shumë mendonte, unë mendoj që ajo ishte nga pikpamje heraldike, meqense jam specialisti i asaj fushë, mendoj që ishte gabuar. Megjithatë nuk thoja pse e ka bërë. Po ky si e ka ky?
Thjesht është Shqiponja. Ky është Ju e ka fjallë, ka me ngjyrë Rama, apo e ka kështu thjesht? E ka kështu, e ka skip? Jo, është me linja dizajn, i ka bërë një Nuk ka ngjyra. piktor. Është marrë, kjo është Shqiponja e 922-shit, është Shqiponja e parë zyrtare e shtetit shqiptar. Kjo është arsyeja që është zgjedhur. Dhe dëgjuam Marzira budallë që se është nipi i Zogut, thoshte njëri, prandaj ka vënë për krenaren. E kuptoni se çfarë Rama ka pas lidhje me Zogut, ti di që ka pas lidhje? Po, ka pas. Gjyshi vetë, ka qenë shoferia me Zogut. Po, pra dhe këtë nxirin tani. Jo, e nxirin që është nipi. Nipi apo Dhe djalë? çfarë zira thua në këtë vend? Po si ka mundësi që është kaq me barë kjo nëna e budallajt në këtë vend? Gjithmonë pjellë, ka vërre? Është e pabesueshme. Do ta adhuroj ty në fund. Prandaj është vend i bukur, vërtet? Jo, më vjen marrë që tani. Ti di që unë jam i natshor. I madje, falenderoj shumë. Falenderoj jashmase. Dal ta shoh prap. Po kjo është dosje që përdore vetëm midis jush apo jo? Në aparatin e kryeministrisë. Jo, nuk është unë s'jam aparati kryeministrisë, jam institucion varësie. Unë po të vime të dosje për shumë e gënjej polisin, ju në kryeministrisë. Ka dhe një filje to kuqezi aty. Unë po të vime të dosje për shumë ta mbaj kështu e gënjej polisin, ju në kryeministrisë e thonë Kyrtoni. Jo, ty është kështu si i menduar shumë. Kyrtoni po. Edhe thonë le mos i fol, sikur kemi pathën. Po kjo për krenari është edhe parë që vije sipër apo jo? Jo, më a ke edhe sot në sistemin e Republikës është për krenari. Është. Ore tanë, ke histori e dy kokave, mund ma shpjegoj s'ma ka thënë asnjë. Jo, u dogjëm, vetëm deri nesër. Jo, le, mos e le. Mbaj mend një herë tjetër, e flasim një herë tjetër. Dgjoj. Ortan, tani më thuaj një gjë. Sepse jo, më thuaj gjithë tani vërtet jemi te fund. Se unë së ftova pra Luizin sot se do kemi rast flasim për Luizin sepse me shumë kënaqësi sepse ti tani fillove dhe është budallik që unë të kërkoj bilans. Ti ke në pallat pa leje? Pallat pa leje? Po, 300 metra, 700 metra. Sekond. Po. Unë kam disa apartamente të një vetë mi dhe njerëzit mi që janë pa hipotekuar, po ti smeresh në hipoteka. Po pse janë pa hipotekuar? Janë hipotekuar tani nga Basha, po kanë mbetur akoma sepse janë ndërtuesi që janë zhdukur. Më kupton? Dhe po kërkojnë ndërtuesit. Po Basha e bëri vetë të vetën të shkretin, nuk e çi thua. Unë për shkak e bëri dhe se bëri. Unë të mos hapin tani. Mos hapin para Luizit. Tani. Të merremi. Basha e mbati president. Dhe unë gjithmonë jam i mendimit, jam i parimit. Kur flasim për dikë tjetër, le të jetë këtu, ose të ketë një përfaqësues vetit, mos i themi në shtëpi siç po ma bëjnë mua. Lul Basha ka qenë në emisionin tim para se të bëj kandidat kryetar bashkie, bëm 2 orë për hipotekat, më tha Arianu do t'i bëj, i bëri me pak vonesë, jo për fajti, po i bëri. Unë kam sot hipotekën e shtëpisë time, kisha 8 vjet pa e bërë, për 5 sekond. A e bëri. Tani, ti do vish pas 8 muajsh te unë, dhe do më thuash, Arian, a Luizin e gjeta me kaq, me këtë bilance, pra me kaq. Unë sot s'du të flasë. Prandaj po them, që të mos më flasim për dikë që nuk është kështu. Artan. Kujdes sepse ky emision të regjistrohet. Jo të gjë, po regjistrohet. Është qartë, normal, si të gjitha. Të lutem, e beson realisht që kjo do bëhet fala, sepse Rama këtë i premton njerëzve. Atëherë do them, unë nuk kam dalë akoma, jam tërhequr disi nga mediat këto kohë, dhe nuk kam, sepse dua ta bluaj realisht situatën aty brenda dhe pastaj të dal të them gjërat e mia si e mendoj këtë punë, çfarë gjendje gjeta dhe si dhe qysh bëhet kjo punë, gjithmonë mbështetur tek programi jon, programi i Partisë Socialiste. Por, ajo që mund të them sot këtu, është kjo. Pretendoj dhe shpresoj të jem drejtori likujdus i asaj agjencie. Ç'do të them? Drejtori që do e mbylli atë agjenci. Pra, do ta mbyllim këtë problem. Do mbyllesh fare? Do ta mbyllim këtë problem. Pra se thua do mbaroj funksioni, do mbyllet? Po. Drejtori likujdus, është se mund mbeten cicmice gjërat vogla, më kupto themelin e asaj që po them. Dëgjoj, o gjikant pyete Lamen, a është i lishëm ky guri, thot. Edhe më ka dëshuar. Ka dërguar fotografinë. Më ka çuar një foto po. Unë marr pa fund të tilla, fotografi, gjëra që edhe s'merr vesh kur dërguar, shive. Ç'është kjo? Jo, është zeheror, jo, the nuk ka lidhje fare me objektin, është një zeheror, kam përshtypjen që këto nga këto xhiza do të jetë një bakri ose një zeheror tjetër, po jo nuk janë, i bukur është, po jo nuk kanë. Do më bësh dhe mua ata apasionuar pas tyre, qafsh atë gjithë. Po ti shohti të pasion të madh. Ke qenë ndonjëherë në shtëpinë time? Jo, asnjëherë s'm ke ftuar. Asnjëherë. Po se mos u vet ftove një herë tjetër të mbylla derën. Ja, po unë jam shumë korrekt. Ke cila shtëpi? Ke kjo këtu apo ke? Jo, në Qerret, në Qerret do të ftoj. Jo, këtu, në Tiranë kam gjërat. Në Tiranë ke? Ke kjo këtu. A ti do vit hënën pra? Se mos gjej hënën atje. E la me dëgjoj. Jo, kam sigurisht tani që ti biem shkurt. Ideja është kjo. Ti beson vërtet, atë që thua shumë e bukur pa, që do mbyllësh agjencin, po arritë atë, në histori. Shpresoj realisht që ti jem drejtori Allah ta bëv zoti nëse arrin. Likujdus i asaj agjencie. Allah ta bëv zoti, unë jam skeptik. Megjithatë. Natyrisht, edhe unë jam akoma skeptik për shumë gjëra. A më thuaj të vërtetën sot Artan se në këtë emision ti e di që gjërat shpesh thuhen troç. Dhe nuk gënjen njerëzit sepse dalin keq kur gënjejnë, dallohen. Ky Rama morlla. Ishte i bindur vërtet që kur tha do ta bëjmë falas legalizimin, e ka menduar vërtet se do bënte falas apo ja futi kot për të marrë vota, ma thuj. Se ti me Ramën shiko kujdes. Ti njeriu që e dramat ka heq nga puna, mos haro. Po, absolutisht. Jo. Po.
Ke qenë në kryetar bashkie? Kam qenë në kryetar bashkie dhe në një moment caktuar, për divergjenca, i thash vllai dashur, do largohem. Dhe po dishti divergjencat që kemi pas neve, një minut, çani është më e rëndësishme kjo, lutem. Po dishti divergjencat që kemi pas neve, në raport me divergjencat kur pushohen sot nga puna, do thosh pas ka qenë të marr. Po çka kanë qenë? Divergjencat tona ishin po ky pallati duhet më i kuq apo duhet kështu. Po kjo rruga duhet bërë kështu apo duhet bërë kështu. Pra ishte çështje bindjesh, jo thjesht estetike. Çështje urbanizimi, çështje estetike, çështje forme, çështje edhe zgjidhjesh ndryshme të qytetit, që është më se normale të ketë debat dhe diskutime. Qyteti ka zgjedhur atë. Unë nuk jam mbushja mendjes si mendoja gjëra, duhet hapja rrugën, është më se normale. Sot debatet sot bëhen që i nuk ishte do kiti, ishte për i thënë stop këti muhabeti. Çani, Ale jo. kemi gati edhe infozonën. E kemi? Po. E pa një sekund. Ja pa prit. Dhe pas kësaj përgjigje. Atëre, dhe që ta mbaroj. Ka fatur financiare apo zero? Po jo, pritani se the a beson Rama. Të lutem. A the që a beson Rama. A do përgjigje. Nga përgjigje do kuptoj, Rama beson apo jo. Atëre. Rama nuk është se u gdhi një mëngjes, edhe tha çat them sot, po them këtë. Për të arritur kjo fjali, ti nuk e imagjinon sa mbledhjet, takimet, ta themit, mos e themi, sa jemi ngjetë ta përballojmë, çfarë bëhet, deri ku kemi informacion nga brenda Aluiznit, nga njerëzit tan brenda Aluiznit, këto duken si skema kështu, Kishin njerëz te Shaban me Po mira. natyrisht ishin njerëz që prap nga halli të zezë, sa na i thonin neve, sa i mbanin andej. Ata të LSI-s. Edhe ata, tani. Dhe për të ardhur ka i përfundimi për të thënë që po, jemi në gjendje ta themi këtë gjë dhe që ai në cilësinë e kryetarit opozitës, në cilësinë e kryetarit të Partisë Socialiste e deklaroi që të gjithë atë çka u tha dhe të gjithë strukturën që do deklaroj, mund ta thuash pak? Deklaroi që Tano. Po. Sa do jetë falas e legalizimit. Po. Ma thuj pak dhe ti. Deklaroi që procesi i legalizimeve do të jetë falas. Procesi i legalizimeve do të jetë falas. Ti je dakord me këtë gjë apo jo? Absolutisht po. Shteti shqiptar, pse ti duhet të pyesësh dhe pse e deklaroi këtë. Ja t'ja përgjigje. Sepse këta njerëz që shteti shqiptar ka 20 vjet që i torturon, nuk mund t'ju kërkoj lek për procedurat që i ka detyrë vetë. Më kupton? Si torturon, ata kanë ndërtuar pa leje, janë vetë. Prit, ka 20, kush e ka fajin që ndërtuan pa leje? Ka ky shtet faj? Të them një shifrën ty, që 1/3 e ndërtimeve pa leje në Shqipëri janë bërë vetëm sepse asnjë strukturë shtetërore nuk i ka dhënë përgjigje. Ka shkuar me letrat atje në bashki, jo në Tiranës, në çfarë do lloj bashkie, pra edhe Tiranës, dhe pasi është torturuar 1 vit, 2 vjet për të marrë një leje ndërtimi, e ka bërë pa leje. 1/3 e ndërtimeve janë bërë vetëm për këtë arsye. Që shteti shqiptar nuk i ka dhënë përgjigje. Te e drama. Po do dhe dramën, edhe ke drama, ke Lul Basha, ke gjithë kryetarët e bashkive, ke gjithë, të lutem, ke gjithë kryetarët e komunave, Luli kote fusë, Luli s'ka te të gjitha organet ligjore, vendore dhe qendrore të këtij vendi. 1/3 e ndërtimeve janë vetëm për këtë arsye. Dhe në këtë moment, shteti ka barrën që të paktën dëgja 1/3 po ta nxjerrë që nuk që nga faji tyre, por që nga dhe faji shtetit, se tjetër nuk do rinë në rrugë. Si bëhet falas kjo Morbur, ma thuaj? Sa kushton pra kjo? Në këtë pikpamje unë po të them që unë si shtet, pasi të kam torturuar 20 vjet, nuk mund të them tani hajde bëj procedurat dhe më jep dhe lek për të bërë procedurat. E kuptova këtë. Tan, sa kushton kjo gjë tan? Cila sa kushton? Do të kushtoj kjo gjë. Me këtë më thirr në emisionin tjetër, Jo, do të vi. Me këtë. Ja pra më dëgjoj tani. Jo, sepse unë jam inxhinier dhe shifrën që nxjerr nga goja, 2 dhe 2 bëjnë 4, jo 2 dhe 2 bëjnë pak a shumë 4. Në rregull? Po pak a shumë, s'më thua. Jo, me pak a shumë jo. Lutem. Herën tjetër do më kesh këtu. Sa milion euro? Herën tjetër. Sa milion euro? Çfarë milion euro? Ama dai, ka një kosto kjo. Pa di të themi gjë histori tjetër do të them. Po jo nuk dua ta them sepse nuk dua nxjerr asnjë gjë nga aty brenda, nuk dua nxjerr asnjë gjë aty janë. Jo, sepse janë serioze, sepse kemi të bëjmë me fatë njerëzish, sepse kemi të bëjmë me njerëz që na dëgjojnë. Njerëz që na dëgjojnë dhe njerëz që duhet i besojnë gjërat që themi dhe gjërat besohen vetëm kur je i sigurt në atë që thua. Jam dakord. Për ndryshe përfundon ke këto histori. Po unë tani nuk të kam marrë as në gjyq, as në provim. Pak a shumë. Ka një ide sa milion euro mund të vej si faturë? Fatura e kujt në rang republike. Po. Nuk ta them. Të lutem. Nuk ta them. Po ti e ke një ide apo? Nuk ta them. E ke një ide? Të thash 2 dhe 2 bëjnë. 2 edhe 2 bëjnë 4, nuk bëjnë pak a shumë 4. Mi më thuaj, e ke një ide? Natyrisht, idenë e kishim që kur ishim në fushat. Do ma thuash vesh? Idenë ne kishim që kur ishim në fushat, sepse mbi atë bazë Dirama doli dhe tha që stop, të faturë për procedurat e legalizime, për gjithë historira, për strukturat që do mbajmë në këmbë, për letrën që harxhohet, e këto historia të them vetëm shifër që e kam dëgjuar sot, e kam parë sot në letër dhe e di shumë mirë. Vetëm
letër, e historira, e printime, e kurosje, e këto gjëra, shteti shqiptar për legalizimet harxhon 700 milion lek të vjetra në vit. Të vjetra? Të vjetra. 700 milion lek të vjetra. Janë shumë apo pak? Vetëm për... Shumë janë. është e pa imagjinueshme. Por dua të them se sa i madhësh, vetëm për procedura. Për historira, fotokopjesh, hartash, fotografimi, ku të i gjej këto lek të drama? Vetëm kjo pjesë e procedurës. O tam, ku të i gjej këto lek, më tam? Dhe gjithë të para pagueshin, gjithë të para, aktualisht, shteti shqiptar ja u kërkonte qytetarëve. Pasi torturonte, sepse një pjesë e këtyre dosjeve janë të bëra nga 2 herë, nga 3 herë, nga 4 herë, humbi dosja, hajde prapë, iku dosja, hajde prapë, iku drejtori i mori me vete, hajde prapë, ikë drita të dojq kompjuteri, hajde prapë, e bëj njerëzit, e bëj, dhe tani të thuash prapë që jo, do paguani para tjera. Jo, procedura do t'jetë pasin lek, sepse është detyrimi im si shtet. Detyrimi pasaj toke këto historia në tjetër gjë. Por ama, unë si shtet nuk mund të marrë më lek në procedura. Vërtet? Pasi të kam torturuar 20 vjetë rresht. Çfarë do lloj shtetit këtë qenë? Nuk e kuptova mirë. Domethënë njerëzit s'po paguajnë vetëm për procedura, po do paguajnë një gjë. Po tokën pse s'do e paguajnë tokën? Se toka nuk i paguhet. Por ama nuk e tha këtë gjë. Atëre në emisionin tjetër. Në emisionin tjetër, dali. Rama tha legalizim fare, nuk do të paguajnë tokën. Atëre, merre hape emisionin atë deklaratën e Ramës, se si është. Si ka thënë? Merre hape. Po sikur të ketë thënë. Bëj gati për emisionin tjetër që do jemi bashkë. Do vish pra? Zërbe. Jo zërbe. Për atë lartë. Për atë zot. Para se ti ikësh kam një intervistë. Javën tjetër ta lami ashtu. Më dhe fjana se tani po premton para publikut. Unë do të zgjedh Jo javën tjetër, për një arsye shumë të thjeshtë. Do jesh tu. Do jem gati kur të kem gati gjithë materialin. Po kur pra? Nuk e kam mbyllur. Bashkë me njëri tjetër merrem me veshtëve. Që do të vi vetëm për legalizimin do të vi. Po dale. Po unë ndërkohë ta bëj gati deklaratën e Ramës të gjitha që ka të më legalizime. Po si, ta bësh. Po s'doli kjo që po nuk pra. Po deklarata, nëse deklarata është e tillë që njerëzit kanë kuptuar që legalizimi duhet falas, pra që s'do paguajmë asgjë. Po. Përfshit dhe tokën. Po. Kam drejt unë atë. Çfarë ke drejt? Në çfarë ke drejt? Pra që është një mashtrim. Për çfarë është mashtrim? Pra që njerëzit do paguajnë tokën, do paguajnë këto lepapras. Ore, detyrimi im si shtet është që të ri atje ke zyra, edhe të presu tani, si që bënin deri tani, që edhe qethin atje. Se shka më deri tani? Si qethin më atë e thua ti ku ti Prit pra më lër, ja për se po të them se kanë vajt nga 4 herë dosjet. Sot kam dosje në një kolegu ton gazetar, i cili më merr në telefon dhe më thotë që e kam bërë 3 herë gazetar, pra teorikisht duhet kishin pas çik frikë. Dhe thotë e kam bërë 3 herë dosjen dhe më thonë ma humbin. Po e dish do më thënë një dosje. Do të thotë fotografime, do të thotë noterizime, do të thotë... Janë gjitha procedura që çdo gjë, çdo hap kërkon lek. Gjitha këto lek, shteti shqiptar nuk mund t'ja kërkojë më njerëzve. Dhe të përmenda vetëm një zë, shpenzimet e për... 700 milion vjetra pa. 700 milion, vetëm këto. Megjithatë, sa po më the, se tani do ikim, do unë zdo të ikim para se të përcjell ty, se di që ke punë, dhe të falenderoj shumë që më erdhe në studio. Unë dua vetëm do të thuash një gjë. Unë do bëj gati deklaratat e Ramës gjatë gjithë fushatës, do i gjej Ledio në arkiva, ku ai flet për legalizimin si një nga çështjet e rëndësishme të fushatës, dakor, që ai ka premtuar. Ta lame të lutem, më jep fjalën që në mos pas një javë, pas 2 javësh ose pas një muaji, pasi të kesh ti. Nuk është nevoja fare të jap fjalën se po të them që po do vi. Mbaron këtu. Dakor. Po ama sot më the një gjë. Po. Dhe ata që na dëgjojnë. Që gjithsesi, të gjithë ata që kanë për legalizuar një shtëpi, do të paguajnë tokën apo jo? Atëherë, të bëj një krahasim që ndoshta nuk qëndron shumë, është i bukur në një element, po është pak i rëndë si krahasim, Të lutem të mos i lidhim si krahasime, ty do të pëlqejë. Mos e bë fare atë. Jo, është i bukur. Është i bukur dhe ty do të të pëlqejë. Ligji Merlin në Itali ka qenë në 57-ën, mos gabojmë, u mbyllën shtëpitë publike në Itali. Një senatore italiane, quhet senatoria Merlin, u bën nismëtarja për t'i mbyllur me një arsyetim shumë të thjeshtë. Shteti nuk mund të kërkojë kjo është një punë. Prostitucioni është një punë. Nëse është i licencuar, ajo duhet të ketë një licencë dhe paguan dhe tatimet, taksa, tatimet, gjithë detyrimet. Shteti thoshte ajo arsyetonte, nuk mund të kërkojë taksa dhe tatime mbi shfrytëzimin e trupit njerëzor. Ky është arsyetimi, e kuptova këtë gjë. Logjikë. Jemi në një logjik. Shteti nuk mund të kërkojë para në një gjë që i ka shfrytzuar me vjetra, për 20 vjetresh dhe nuk e ka bërë. Po tokën do e paguajnë apo jo tanë? Si tokën do e paguaj? Tokën ku kanë ndërtuar shtëpi. Po si do e paguaj më burim? Po nuk e tha Rama këtë. Jo, një minutë. Jo, merr, shiko deklaratat. Merr, shiko deklaratat.
Deklarata e lam do jemi këtu. Absolutisht. Tani unë thonë të vetë që kështë e shtëpia atje. Ti do hënë shko kjo shtëpia. Ledi o zgjidhe pak dhe atë pallati që akuzojnë Tarame se ka për shtes 300 metra katror. Kjo shtëpia. Ja, e dërgon lamja këtu, dërgoj dhe Ledi atje. Shikoj çik. Shikoni. Te ky pallati që është mbi shkollën, si kishte më? Sinan Tafaj. Duhet për ta kujtuar, duhet të kujtojmë Sinan Hoxhën. Po jo Sinan Hoxha, Sinan Tafaj. Shkolla, në katë është një pallatër 10 katësh ose 9 katësh. Nga cilat 2 kate janë të mia. Nga cilat 2 kate sipas rritjes demokratike janë të Tan Lames. Jo banon, jo thjesht janë, banon. Thonë që banon. Ej, telenovela ka filluar, të gjithë ju kuriozët, bashkë me mua, të hënën do jemi te ky pallati që është te cirku. Ku është? Është te tuneli i cirkut? Madje nuk e di, s'kam qenë asnjëherë. Fati atyre klubeve që do shohin, që do veshti atje, do pishte një kafe, do i bësh pak xhiro. Jashtë që merdi. Faleminderit edhe ty. Në fund je një djalë shumë i mirë që edhe pse u bëre territorializmit, vazhdon të bëhesh një djalë i thjeshtë merrën në emision. Falenderoj jashtë. Faleminderit edhe ty. Po Ledio. Kemi edhe infozonën, no? E kemi tani? Po. Një sekond tan, mos ik. Më le prap këtu. Jo, mos ik. Jepe Ledio. Më hapësh vetëm një përgjigje ka për Betja, shkrimi Betës. I papar. Andi Betën ti e njeh? Patjetër. E shikoja. Kur socialistët, ashtu si dhe demokratët, janë në opozit, nga Andi Betja. Në dyert e partisë Lëvizja Socialiste për Integrim, janë shtuar militantët e Partisë Socialiste që trokasin për të kërkuar punë. Dera e partisë për të cilët ata ndërruan 8 vjet për ta parë në pushtet, nuk është plotësisht e hapur. Kjo derë mbyllet akoma më shumë, kur dhe drejtorët e sapo emëruar në nivelet të para apo të dyta, pothuajse nuk kanë fare asnjë lidhje me Partinë Socialiste. Ata i përkasin ose stafit të vjetër të Bashkisë së Ramës, o mjaftit, o GNTH-s, ose janë vajzuke të panjohura, që ua kanë mbushur mendjen se do të bëjnë histori dhe që për shenjë horoskopi nuk kanë as ujorin, as shigjetarin, por thjesht emrin Edi Rama. Si rrallë herë, deputetët apo të ashtu quajturit senatorë të Partisë Socialiste, shumica të cilëve kryesuan fitoren e Partisë Socialiste në bërrethe, ngjajnë më shumë se kurrë me murgjit që bëjnë shëtitje të vetmuara, duke mos pasur asnjë qasje sado të vogël në këtë administratë të re, kryetari së cilës, ende edhe sot e kësaj dite, nuk e formulon dot kriterin mbi të cilin është bazuar për zgjedhjen e këtyre ministrave dhe kësaj administrate. Në pushtet për herë të parë, duket se nuk ka ardhur një parti e mirëfillt politike, por një organizatë e madhe që ka brenda ish stafin e Bashkisë së Tiranës, mjaftin dhe GNTH-n, që bashkë i lidh vetëm njohja personale me kryeministrin Rama dhe përdorimi që i bën të gjithë së bashku logos së Partisë Socialiste për të ardhur në këtë ditë. E vetmja forcë që mban ende me këmbë në tokë pemën e politikës është LSI-ja. Ndaj nuk është çudi që socialistët e thjeshtë, të cilët e kuptuan se partia e tyre u përdor si kurriz për të vënë këmbën e për të hipur në varg mjafti dhe GNTH-n, ta gjejnë vetëm më pranë së kuqes së LSI-s se sa manushaqi së Partisë Socialiste, që si ngjyrë më shumë përfaqëson kompaninë telefonike Plus. Për ta formatin e liderit tradicional të majt, e plotson më shumë kryetari i LSI-s Ilir Meta, i cili përzgjodhi pjesën e vet të kabinetit dhe të administratës qeverisëse bazuar në kriterin politik, duke mbetur thuajse jashtë përfaqësimit në pushtetin e ri, me një kryetar që nuk mori pothuaj fare miell nga ta për të bërë byrekun administratës së re. Socialistët në mënyrë të heshtur po kërkojnë një lider të ri. Ata nuk mund të kënaqë më njëri me parullën, mjafton që u ahoqin Berishën. Dhe ata, ashtu si të gjithë shqiptarët, po e kuptojnë se kanë hyrë në një epokë të re të paprovuar më parë, kur de jure janë në pushtet, por de facto janë në opozit. Dhe kjo kontradikt e dhimbshme nuk ka se si të mos pjell mini situata të reja. Ka paguajt e nxjerrës në zjarr, vështirë të rri pa rënë. Por hallet e socialistëve nuk janë hallet e të gjithë shqiptarëve. Si në çdo fillim epoke të re, ka nga ata që gjejnë dhe entuziazëm, duke u bazuar kryesisht në argumentin se në këtë mënyrë se si është ndërtuar ky kabinet dhe kjo administrat, do t'i ndërpritet rruga futjes së pamerituar të militantëve në punë. Por ky entuziazëm zbehet pa ndriçuar ende mirë, kur kryeministri aktual nuk jep dot akoma një shpjegim bindës se pse nuk përfshiu në kabinet për shembull Pandeli Majkon apo Ben Blushin. Mos i beso të gjithë ato që lexon, që dhe nga programi i qeverisë. Dhe nga ana tjetër, nuk është në gjendje të formulojë kriterin me të cilin zgjodhin ministrat në kabinet apo shumicën e drejtorëve dhe të drejtoreshave, të gjithë pothuajse pa konkurs, duke u justifikuar në mënyrë jo bindse me të ashtu quajturën gjendje emergjence. Ajo që dim për këtë epokë të re është se kapacitetet e rritura në vitet të Partisë Socialiste janë vënë pak ose as pak në punë, se karriera politike ndër vite nuk ka më asnjë vlerë, se karriera administrative gjithashtu është hedhur në kosh, se barkderat, qofshin të aftë apo qofshin të paaftë, kanë dalë minoriteti diskriminuar, se më mirë se socialiste, ja vlen të jesh beqare. Jemi në një moment kur serioziteti nga estrada e ndan vetëm një fill i holl. Zoti qof me shqiptarët, se socialistët janë si Meta, i zgjidhin vetë punët e veta.
Bejtja, Ide shkrimi Andi Bejtja, sot e ka zë panorama, e papar, bravo Bejtja. Një fjali parastikësh, nuk je detyruar. Jo. Nuk je detyruar. Ndonjë patjetër, jam i detyruar para opinionin, ndonjë këtu. Si je detyruar ti japësh koment? Mund të thua do ta jap as do ta jap tani. Si duash ti? Një fjali të Për te ritmit të jashtëzakonshëm të Bejtës në shkrim, do thoja kam frikë se edhe Bejtja po bie në gabimin e përjetshëm të shtetarëve shqiptar që duan ta ngrenë shtetin vetëm me partinë. Me kupton? E qartë. Do një fjali vetëm. Mesazhi kaloi. Tan, pres pas një muaj, të lutem. Mirupafshim dhe punë të mbarë. Me Eduardo Kiti dhe muzikë për Tan Lamen. Mbani mënd, showroom i Delta Group që u hapi javën e kaluar në datë 3 tetor. Jare shikojmë disa foto, shikojni. Foto për të pash famrekulli e kam bërë të showroom i që ndodhet kur shkon të QTU-ja të rruga Dytësore. Para se shkon të QTU-ja, Delta Group djatës. Ja shikoni. Super ambiente, Super ambiente. Metra katror pa fund. Delta Group është një perl, tani mund të shkoni të gjithë. Kur shkoni për Durrës, futeni te rruga Dytësore që në fillim. Dhe para të shkoni te QTU-ja, po shumë përpara, do lexoni më të madhe Delta Group, shikoni fotot. Brillante, shikoni. Gjithçka. Po ka gjithçka në këto, gjithçka atje brenda. Super Delta Group, bravo. Super. Bravo. Në këtë showroom gjigant do gjeni ofertat më të mira në treg për shembull. Po kjo vajza kush është? Shkë vajza? Shkë bjondja të Delta Group? Interesante. Plaka nga 800 lek me vetëm 530 lek. Parket laminat gjerman nga 950 lek me vetëm 760 lek. Guzhina me vetëm 900 euro, Wow! 900 euro guzhina, prap kjo bjondja. Shtjes kjo bjondja, të Delta. Do të me shku. Kënd. Prap bjondja të Delta, Kënd. O jone, i shive bjondja të Delta, bjonden. Kënd me vetëm, Jo, rrugër Sofia, Sofia e Deltës. Kënd me vetëm 690 euro. Nxitoni urgjent të showroom i Delta Group dhe përfitoni nga oferta e shumta, po pa fund që ka atje. Pas se shkosh te QTU-ja, djathas te rruga Dytësore. Delta Group, you are the best! Në fakt, nuk është vetëm Delta Group, është vetëm Delta. Është Delta, është DAS, është Deutsche Color, është Delta Home. You are the best, really, Delta. Para